Kemi ndjekur disa prej fragmenteve të filmave të shkëputura nga rolet, karakteret Ardian Cergës. Kemi njoftuar fakt që në fillim transmetimit të drejt për drejt, në që në pjesën e fundit ne do të zhvillojmë një intervistë shumë të këndshme, po gjithashtu do ta përfshijmë edhe brenda një rubrike speciale të programit ton. Ai prej 22 vitesh jeton në Rom, po pa u shkëputur nga pasioni i dikurshëm për kinematografi. Më lejoni që t'ju prezantoj zonja dhe zotrinj. Faleminderit shumë Ardian Cerga që je pranë meje në dita ime. Mirdita dhe mirë se u gjeta. Unë teksa po ndiqja filmat, sa heri kam parë, kam të thënë që tipologjia, karakteri i një aktori Hollywoodi. Por komplimenta sepse vitet kam bërë punën e tyre edhe çfarë të them. Në do ishte keq të kisha qenë vërtet aktor Hollywoodi. Ky është një peng? Pa, ja. E para, kryesorja është që gjithsesi po në artë ngelem. Po në artë mbeteni, e vërtet. Kurse përsa e ishte batut, aktor Hollywoodi. Ma do mëne që është ëndra e çdo aktori, tek e fundit, të ketë mundësi. Kurse për të tjerat pastaj flet koha, flet mosha, flasin vetë gjitha. Sa ju ka munguar Shqipëria në këto vite? Një munges e gjatë, duhet thënë, dhe çfarë emocione shpërcillni teksa rindiqni filmat tuaj? E vërteta është që me Shqipërinë nuk është se më kanë munguar kontaktet. Kurse përsa i përket emocioneve, ngelet gjithmonë ajo nostalgjia e një periudhe të saktuar të kinemas artit shqiptar, që kam përshtypjen që nuk është vetëm për ne, për pjesën e aktorëve të asaj periudhe, po edhe për masën, për popullin. Ngjall një kënaqësi të veçantë. Ndoshta është çështje nostalgjie jo e epokës kur kanë jetuar, po e atij lloji arti, asaj lloji kinemaje. Edhe pse ishte e kufizuar ajo lloj kinemaje, dihet, ishte e kufizuar për efekte politike të tjera me radhë. Ka brenda një lloj çiltërsie, ka brenda një lloj sinqeriteti ajo si kinema. Gjë që ndoshta sot për motive të tjera, kuptohet, kam përshtypjen se i mungon. Flas për kineman shqiptare gjithmonë. Ndoshta është kthyer kinemaja sot është kthyer ndoshta edhe diçka më shumë pragmatiste se sa t'ju afroj spektatorëve kënaqësinë që të afron një film. Mund të jeni shumë faktorë. S'ma do mendoj se është momenti për të bërë analizë kinemas sotme apo të dikurshme shqiptare. Jo, të fokusohemi pak tek jeta juaj, sepse në fakt ka pak informacion nga audienca që i ka përcjell filmat dhe që ka pëlqyer shumë, madje më pan mend sot e kësaj dite edhe batutat i përmend në përditshmëri. Si kujtoni fillimet tuaja, zotë Cerga? Fillimet... Ishte rastësi? Jo. Më thënë, lidhjet me artin i kam pasur që fëmijë. Kur kam qenë rreth klasës 6, klasës 7 fillore, ndodhesha në Fier dhe atëherë organizoi një festivali pionerëve në mos gabohem me teatrot për fëmijë, kuptohet, të moshës, po në rang republike. Dhe aty ka qenë aktivizimi i parë në skenë me një personazh, me fëmijën e një punoja në shtëpinë e një beu, nuk e di, me një histori e tillë. Dhe që aty përveç faktit të dëshirës për të lexuar, për të, nuk e di, lindje dhe pasioni për artin në përgjithësi. Kështu që nuk është thjesht rastësi aktivizimi im në, kuptohet, me mbarimin e shkollës mesme, u futëm në Akademinë e Arteve, sot Akademia e Arteve, Instituti i Artit i Lartë. Universiteti sot, po. Dhe gjithçka mori rrjet në saj. Nga rolet, cilin veçoni si më specialin që ka shijuar më shumë edhe ndoshta ju ka dhënë më tepër popularitet? Për popularitetin nuk flas dot unë. Në spektatori i që po ka gjithmonë një kulm që t'jen ndjen në veten tënde. Kurse tani ka një fakt që në përgjithësi e përmendët pak më parë, jam brenda karaktereve. Domethënë personazhet e mi, po të shikosh në të tërën e vet, janë
pak jashtë rrjedhës normale të jetës atyre viteve. E drejt. Do me thënë, personazhet e mi kam pas një lloj karakteri rebel, thonjë. Karakterizon një shpirt luftarak, revolucionar, ndryshe. Pikërisht. Dhe për mua edhe pse nuk është një personazh, do me thënë që spikat në gjithë filmin, po një nga personazhet është një karakter fare i vogël. Tek një film i Vladimir Priftit që e përshëndes. Era e ngrohtë e thellësive, mos gabohem, titulli i filmit, që është një personazh takohet me personazhin tjetër, me Xhevdetin, që i jep këshilla, s'ke pse shkon miniera, ku ta diu, se çka janë dy batuta aty. Për mua është shumë domethënës ai si personazh për periudhën në të cilën bëhet fjalë. U larguat nga Shqipëria këtu e 22 vite më parë, nuk po i hym arsyeve. Si u integruat me jetesën atje? Si çdo bëhet fjalë për fillimin e viteve 90. Si çdo shqiptar tjetër, momenti i parë është gjithmonë momenti i ballafaqimit me një realitet që ti e ke imagjinuar, e ke ëndërruar, po që nuk puqet me realitetin. Dhe normale që është momente e para gjithmonë në thonjza lufta për ekzistencë, në thonjza. Ju është dashur që të bëni punë të cilat nuk ishin lidhje fare me ju? Po. Dhe nuk e keni thënë jo? Normale. Shiko, nuk është se ke mundësi zgjedhje. Çfarë të afrohet dhe e marrësh. Dhe është normale, sepse është proces jetësor. Sa fillosh vendosësh këmbët në tokë, pastaj fillon mendon, fillon realizon çfarë ke bërë dhe çfarë do të bësh. Dhe në këtë pikë pastaj fillojnë kontradiktat e realitetit me mundësitë. Aktualisht me çfarë merreni? Konkretisht ka vite, rreth 15 vjet që kam një aktivitetin tim i shoqërinë time personale. Me shpërnd që nuk ka lidhje me kineman, por... Atë po prisnim të gjithë. Por... shpërndaj... Kjo shoqëri shpërndan në qendrën e Italisë dhe në Rom. Në Rom. Medikamente homeopatike. Ky është aktivitetin tërësi. Një shërbim farmaceutik. Farmaceutik. Le të themi. Po. Ndërsa në kinema atje si u gjendët? Cila ishte zanafilla që ju shtyu dhe ju drejtoi, për pos pasionit që glonte brenda jush? E vërtet. Ideja e kinemas aty, domethënë, fakti që vajta dhe u pozicionova në Rom, sido që tjetë puna, ishte pikërisht mbështetur mbi ekzistencën e një qendre kinemaje nga më të mëdha në botë, siç është Cinecittà. Kuptohet që ëndrat nuk buqen me këtë realitet, sepse duken shumë larg, wow! Ç'lidhje kam unë jam shqiptar, kaq. Problemi ishte që lidhja, domethënë, gjithsesi pasioni, ëndra, dëshira ishte për të hyrë në këtë ambient, për të realizuar diçka. Kjo erdhi në mënyrë fare spontane, nuk jam i regjistruar në asnjë agjenci filmi në Itali, nuk kam agjent, nuk kam njëri fare. Ishte spontane, rastishme, diku kishin kërkuar në ambasadën shqiptare emra për një grup aktorë shqiptar të një moshe të caktuar. Më kontaktuan, u njoftë me regjisorin, u bën këto formalitetet e zakonshme. Dhe ashtu filloi. Sa filma keni realizuar në Itali? Në Itali, shiko, dashur pa dashur, ai theksi bën pjesa, theksi italian në të folurën tuaj, edhe pse shqipja është shumë e pastër. Edhe mua po më shijon tani që e dëgjoj. Kjo është sa për ta thyer. Jo, problemi është që kinemaja italiane, nuk do të bëj analizën e kinemas italiane, po gjithsesi kinemaja italiane në këto momente për mua, me të shikoj unë, është në të njëjtën situatë që është edhe në, le të themi, edhe në Shqipëri. Është vërtet keq. Nuk dua të hyj pse se e thira me radhë. Pjesëmarrja aty ishte një eksperiencë, kuptohet, një eksperiencë e re, po brenda një eksperience të akumuluar, nuk është se që nuk ishte një novita. Raporti kuptohet, teknologjia, procedurat nuk janë ato të një kohe,
Pa dhe sot në Shqipëri nuk janë njësoj, ajo që të bën përshtypje ngelen raportet sociale, raportet njerëzore midis aktorëve. Për shembull, tek filmi i fundit që kam bërë në Itali, ku kam marrë pjesë, partner kisha Elio Germano. Elio Germano është nga brezi i ri, le të quajmë, nga më të talentuarit në Itali dhe pse jo dhe në Europë. Njerëz shumë thjeshtë. Pas një lloj kompleksit që unë jam filani apo unë jam filani, fare absolutisht shumë thjesht. Pra e ndjenit vetëm njësoj si dikur që ishit në Shqipëri me miqt tuaj të vërtet me kolegët? E vërtet. Bilez, mund të them që ata kishin një lloj raporti pak të kontraktuar, shikonin me domethënë me atë syrin që interesante që kjo është e vërtet. Nuk diskutohet pasaj për kulturën artistike, për tjera me radhë, se këto i kanë trashëguara. Ne dim një pasion tëndin, një pasion të cilin nuk e ke lënë asnjëherë pas dore, me qënë se je edhe nga Vlora, apo jo? Jo, nuk jam nga Vlora. Afër detit, po detit ka shijuar gjithmonë? Pa diskutim. Atëherë? Pasioni. Cili është? Do të thuash vetë? Është deti. Do më në tek deti futen të gjitha, jo vetëm noti, është deti me të gjitha, këtë dhe atë shpegoja, është deti me të gjitha elementet e vetë, dhe sidomos peshkimi, që hymë brenda kontaktit me natyren, se ka dhe i pse, se mund të ishe dhe një, më thonjë za sport tjetër, gjuetia, të cilën nuk e pëlqej dhe nuk... Sa po e thatë peshkimi, ju ndryquan sytës. Një pamje tjetër në fytyrë, një tjetër mimik. Na e spjego pak. Është pikërisht për raportin me natyren. Raportin me natyren dhe të qenit ti me fantazin tënde, me mendjen tënde në mes të detit. Është komplet një marrëdhënie tjetër. Largohesh nga bota, largohesh nga problemet, largohesh nga hallet. Merresh me pasionin tënd, i qetë. Po pse ne femrat nuk është se kuptojmë shumë këtë pasionin për peshkimin, nuk është se na tërheq. Si e shpjegon këtë? Si aktor që je, si njeri i fjalës? Sepse mund të keni pasionet të tjera. Për shumë mund të keni pasionin të shkoni në një parukeri, mund të keni pasionin të shkoni në një... Po pse nuk e kemi peshkimin? Se nuk na del koha? Besoj se është arsye. Jo, se besoj se është kjo arsye. Pikërisht. Koha i gjendet. Sepse ndoshta ka ngelur edhe kështu si, le të themi, ka jo tradita e famshme që është një sektor që i përket meshkujve dhe jo femrave, që nuk është e vërtet, sepse nuk është se duhet bësh asgjë më shumë sa bën një mashkull, edhe një grep dhe nxjerr i grep. Nëse pyetja nuk ishte për ne, ishte për ju, për të na qartësuar këtë pasion tuaj. Jo, po e përsëris, pasioni është sepse e pare punës jenë kontakt të vazhdueshëm me një natyrë që është. Dhe e dyta, është një shprehje e vjetër babilonase, që thot për peshkatarët është shumë e bukur, thot Perëndia thot peshkatarëve kohën e humbur në det ja u ktheu në jetë në tokë. Nuk e di, jeton një dimension tjetër kur je në kontakt me natyrën, me detin sidomos. Për vetë faktin që dhe deti është i plot fuqishëm. Domethënë ti je gjithmonë mikroskopik kur gjendesh në det. Tani më bët që të ndërroja, po ju si bashkëtoni me këtë pasion, po gjithashtu edhe me Romën? Po Roma është shumë afër detit. Është shumë pranë detit. Sa herë shkoni që të peshkoni atje? Kuptohet, hiq detyrimet që janë familjare të tjera me radhë, zakonisht fundjavave të shtuna, po të diela, kur koha premton, normale, koha premton, i hypi makinës, shkoj edhe dalë në det. Një tjetër pasion, përveç peshkimit, me po të njëjtin intensitet, me po të njëjtin dëshirë, a ka? Çfarë ju ambush ditët me gëzim, zoti Cerga? Normale. E pare punës është gjithmonë realizimi i objektivave, po jo pragmatiste në kuptimin ekonomik. Përpjekje e vazhdueshme për të realizuar
projekt të ndin, që ka të lidhje gjithmonë me artin, të lexuarit, normale. Këto më pushin jetën e përditshme. Mirë, ne sot kemi përfshirë një rubrikë shumë të veçantë, e cila quhet Loja e ngjarjeve. Ndërkohë që po e mendon se çfarë mund të jetë kjo lojë, ne bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare, bëhet fjalë për një mesazh promocional dhe rikthehemi sërish bashkë. Okej? Ndjekim. Rikthehemi sërish në studio, miq dashur, jemi gati tani për lojën e ngjarjeve. Do ta shpjegoj pak a shumë se çfarë është kjo lojë e ngjarjeve në mënyrë që ta kesh të qartë. Atëherë, nëse hedhim një sy në ekran, do të kemi përveç gjush edhe 3 pikpyetje. Në secilën prej pikpyetjeve fshihet një mik ose një mikeshe juaja që ne na ka rrëfyer një histori, një ngjarje. Unë rrëfej historinë, ti më tregon se cili është personazhi, miku ose mikesha. Okej? Nisim me të parën. Shpresoj. Atëherë, na thot se jeni njohur shumë herët. Pas shkolle, ju filluat punë në teatr, thot, dhe së bashku keni luajtur plot filma. Ka pasion peshkimin, na e ka rrëfyer, dhe dua, thot, t'i kujtoj diçka. Nuk besoj, e ke harruar që më ke borxh një pushk ujë? Kujt ti ke borxh një pushk ujë? Jo, vetëm borxh, po edhe pushk. Edhe borxhet dolën tani në transmetimin tonë, drejt për drejt. O zot. Shiko që nuk më tingullon e pa njohur, e gjitha nuk më tingullon e pa njohur. Po s'të ndihmon fare ai pasioni i peshkimit? Ka një, domethënie shumë të madhe brenda kësaj historisë. Sepse edhe ai ndan të njëjtin pasion se ju. Do ta dëgjojmë më mirë se kemi linjë telefonike, thuaj alo dhe ndoshta i dëgjon edhe një përmes zërit. Po, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Si e Muadi? Edhe pak. Edhe pak. O Serge. Amo vlla. Po ç'kemi? Si ke qenë ti me peshkin, mirë? Mirë. Ke dalë gjë me atë anijen tënde për gjithë peshe për iqë? Ore, Vasiani shku? Si e ka emrin? Vasian Lami. O, Vasian. Këtë drejt, po. Këtë drejt në Curila të kam premtuar, këtë drejt. Si ke qenë? Mirë. Mirë ke punë. O, sa bukur që t'i gjuam edhe këtu. Po këshu është, kur vinë në Vlorë nuk takoj, duhet takoj me kështu në përmjet telefonit, televizit. Po jo, do e kemi dhe mundësin të shifemi konkretisht, pa merak. Kur të mbarosh punë më telefono, me dushin jam, me artë shaun jam. O, sa bukur, akoma më bukur. Që me mbishjen. Shkëlqyshëm, me kënaqësi. Numrin e kam edhe tëndin edhe ta. Zoti Vasian, që mos vazhdojmë këto bisedat, sepse jam e bindur që ju do të flisni dhe ky është një takim, ndoshta jo takim, po përmes zërit midis miqve që i ka munguar njëri tjetrit apo jo. Ne të përshëndesim. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi dhe për mua, i uroj Adit gjithë mirat, edhe sa përveç biznesit, mos ta harroj profesionin se është djali talentuar dhe skena ka nevoj për ty ati. Faleminderit, Vaso, për të dy bashkë. Hajde, mirarç. Mirupafshim. Mirë. Do më tregosh pak se si ishte kjo historia e pushkës ujit, që pas ka ngelur borxhat, kujtohet historia të faktë? Ishim me xhirime me një film të Tan Minarollit, ishim në Curila, dhe nuk më mendoj, domethënë që puna më jep pak pushkën tënde të hyj, jo se u prish kjo, se më mirë më se ta mgjeu një pushk dheti. Po me Vasian jemi miq të vjetër, nuk është se prej shumë vitesh. Prej shumë vitesh. Okej. Po mirë, kemi një tjetër mik apo mikesh, s'po e zbulojmë këtë se do ta kesh thjesht për ta gjetur, kështu që të lexoj ngjarjen e dytë se thua. Të parin e gjete përmes zërit. Jo, plotësisht e kaluar si prof, po ta quajmë. Shkojmë. Nga të gjitha fotoprovat që bëm ne nga ana e psikofizikut, e pamjes së jashtme, pra, ai thot kishte një staturë të brisht për moshën, por ne menduam se duke e veshur dhe e grimuar, do t'i përshtatej rolit. Dhe në fakt, nuk gabuam. Kur përfundoi grimi dhe veshja, ai na ngjasoi se një aktor hollywoodi.
E dyta herë që e dëgjon për sot. pra. Në fakt thot në njëja për bërjen e tij për aktorit të ri dhe me impuls. Pati shumë vështirësi në realizimin e filmit, sigurisht, por u përkushtua shumë duke ndjerë peshën e aktorëve të mëdhenj për krah të cilëve interpretonte. U përkushtua shumë, sidomos në skenën e djegjes së dorës. Sa arriti thot ta dishte vërtet që të dilte siç duhej skena. Ndoshta e ka shenjë edhe sot e kësaj dite. Është e vërtet? Shenjë se kam, sot e Se kësaj ke, dite, po e është djegur vërtet? Po. Kush na ka thënë këtë ngjarje? Tani, dy janë mundësit. Një tjetë e madhja Roza Anagnosti, ose i madhi Muharrem Feyzo. Do zgjedhësh me disë të dyve? Se njëri nga të dy është e sigurt. Kam pak të vështirë sepse... Po, këtë duash, tua një emër edhe unë nuk do të mundoj për gjatë. Mendoj se është Roza. Fakt është, e shohim, e zbulojmë pikë pyetjen dhe kam përshtypjen se kemi linjë telefonike të madhin Muharrem Feyzo. Është i madh. Përshëndetje. Përshëndetje. Muharrem? O, sa ko pa parë dhe dëgjuar. Nuk fajti është kompleti i ti. Sepse dhe një intervjistën tjetër që kemi vërë, për ty, po ndoshta nuk ta kanë thënë ata të televizionit, i thash në qoftë se nuk më vjen në shtëpi, do të heq vrejtë me shënim biografi. Ku je, se na ka marrë malli. Ja dhe Nadit, përshëndetje. Muharrem, si ke qënë? Bere gjavës me thanë, vertikale akoma. Jo, unë të kam ndjekur në përmjet Facebookut, të kam dërguar dhe të fala shpesher, po me gjitha të kënajsia është të takoja një herë këshu, balë për balë, si dikur. Ta hajde pra, Po, pa tjetë. Ati ku ke shkelur ku shetis sa herë. Palat vetëm. Petër të është bërë palat ashi, po jam në të njëjtin vend. Po aty. Ta për shtëpisë tënde, po? Po. Okej, i gjetëm edhe koordinatat. Zoti Feyzo, të lutem, do më tregosh vërtet e ka djegur dorën dhe si është gjyruar kjo pjesa? Vetëm me një dubull? Aq origjinale u bë? Po, në fakt atje, ato zjarret, zakonisht, i bëjmë në mënyrë artificiale, sigurisht. Do me thënë, i pirotekniku kështë vendosur atje pambuk me naftë një tjetër, edhe, mirë po, temperatura është e njëtë si flaka e zjarrit. Ja, juve shikoni të si në ekran, momentin e djegjes dorës, sepse i betohet. Pa u shëruar mirë kjo flakë, kjo dorë do të marri hapë. Janë batutat e Adrian Terës, Shumë bukur. Maurice Roné, se ishte kaqa fascinant, do më thënë, me atë trukun që u bënë me veshjen, sa që, do më thënë, gjithë të njerëzit shkonin dhe e shikonin në sënjëtorin edhe pikërisht për para Adrian Terës. Zoti Feyzo, unë ju falenderoj shumë për këtë telefonat tuaj. Faleminderit për bashkëpunimin. Faleminderit edhe Ishte juve. kënaqësi e veçantë. Qefi që kontaktova me Adrianin, edhe le të guxoj, po desh mos vi. Jo, është premtim. Dhe është premtim e para sepse më ka marrë malli vërtet. Dhe e dyta, sepse për mua dhe jo vetëm për mua, je një nga kolonat e kinemas shqiptare. Faleminderit shumë. Faleminderit, ishte nder me kënaqësi për ne. Faleminderit edhe një herë. Fala, more. Emocione apo jo? Pa diskutim. Po ke qelluar në shenjë në të dy rastet. Bravo. Dy fjalë për Muharremin, sepse vërtet është nga ata regjizorët kinemas shqiptare që ka një lëvizje në artin e tij 180 gradëse. Është autori, regjizori, bashkëregjizori i Kapedanit, filmit Kapedanit, thjesht për kujtes, dhe në të njëjtën kohë është regjizori i Mosojntores. Për të kuptuar gamën e këtij regjizori. E drejtë. Të shkojmë tek telefonata e fundit që do realizojmë neve pas pak, po dhe tek ngjarja e fundit që do rrofej unë dhe të shohim se sa i zoti do jesh, që rezultatin ta çosh 3-0. Okej. Atëherë, dorën nuk e kishim, nuk e kishim me shenjë, absolutisht, e tham edhe këtë.
Gjëra e fundit. Ishte tetor, xhironit një sken filmi në ujë. Kishit për të realizuar një sken në det. Në fakt, është një nga kujtimet e mia, thot, më të bukura. Pas mbarua xhirimin, kur dolet nga deti, shihni të gjithë organizatorët e filmit që kishin marrë nga hoteli Peshqir. I kishin vendosur nëpër drur dhe ju kishin ndezur një zjarr që të ngroheshit. I vetmi person që mund të ketë thënë diçka apo të kujtoj këtë episod është ai që e ka vuajtur në lëkurë ose ajo që e ka vuajtur në lëkurë. Ai apo ajo? Na i thuaj të dy. Sepse në det kam qenë unë dhe Zamira, vetëm se ka i problem që duhet ta nuk ka qenë fund tetori, po ka qenë fund nëntori, kur ne kemi hyrë në ujë. Ka qenë fund nëntori. Okej, mirë. Si e ka emrin ndërkohë? Zamira Kita. Zamira Kita. E zbulojmë pikë pyetjen, nëse është apo jo, është pikërisht ajo, Zamira Kita. Ndërkohë që e kemi në linjë telefonike, jo, nuk është akoma gati në linjë telefonike zonja Zamira Kita, në pritje të saj për të ndarë së bashku me ju emocionet. Në fakt, unë dua që t'ju pyes për një iniciativë apo jo, sepse jeni përfshirë në një projekt që quhet Albanian Excellence. Apo jo, Ardian, më thuaj se si u gjend atje. Atëre, me pak fjalë për Albanian Excellence-ën është me presidente Flora Nikollën, gazetaren e mirënjohur Flora Nikolla, është evidentimi dhe kthimi virtual në Shqipëri i shqiptarëve që ndodhen në mërgim, që ndodhen jashtë Shqipërisë dhe që kanë arritur histori suksesin për botë. Nuk është shumë e thjeshtë për të bërë gjitha kjo, por shumë e bukur në të njëjtën kohë. Me Florën jemi njohur pikërisht në bazë të këtij projekti dhe menduam ta shtym më përpara duke bërë një lëvizje qytetare brenda Albanian Excellence-s që është për sot dhe për nesër titullohet dhe është lëvizja me bicikleta dhe ndërtimi i vendkalimeve për invalidët. Dy element mendoj që janë shumë të prekshëm sot dhe që duhen ndihmuar dhe shtyr përpara nga opinioni dhe nga shoqëria. Pra vazhdoni akoma që t'jepni kontribut në të gjitha fushat tuese, pa lënë pas aktrimin, duke vazhduar edhe në biznesin tuaj personal, por edhe përfshirjen në projekte të tilla. Ndërkohë që kemi në linjë telefonike, kam përshtypjen zonjën Flora Nikolla. Po, përshëndetje. Përshëndetje. I uroj gjithë të mirat. Si e Flora? Përbëni një kompozim shumë simpatik se nga televizorit paktën. Dhe të faleminderit. Zonja Flora. Po, Flora. Ne shpresojmë shumë që ta kemi kënaqur sot zotin Ardian Cerga me këtë bashkim miq. Kam përshtypjen se po, edhe shikoj nëse të ardhit emocione, domethënë edhe në zë ja pas emocione, sigurisht me kolegë të tjerë që zoti Muharrem Feyzo edhe të njerëz tjerë që ai pati mundësi sot të takohet, ndoshta nëpërmjet telefonit, sigurisht edhe për një artist që Ardi, sigurisht që janë emocione breselënse për të cilat sigurisht ai do t'i vijojë mbas emisionit, kam përshtypjen. Atëre ku vërtet i dalin ato emocione që ja keni dhuruar ju me gjithë dashamirësinë tuaj. Ndërkohë që ne të falenderojmë shumë zonja Flora për telefonatën tuaj, ishte kënaqësi e veçantë. Po, unë doja vetëm të shtoja vetëm një fjali, nuk e di për kohën, për Shqipërinë, është kënaqësi shumë e madhe që ndoshta për herë të parë një aktor si Ardi të jetë imazhi një lëvizje qytetare aq hisnike siç është lëvizja me bicikleta dhe ndërtimi i rampave në ndihmë të invalidëve. Kështu që po ja thon dhe ne avas Amerikës kam iden. Edhe unë uroj dhe falenderoj shumë Ardin që është imazhi i lëvizjes Albanian Excellence dhe përfaqëson aq hisnikërisht këtë lëvizje aq dhe hisnike sa të Ardi. Ju falenderoj shumë gjithë stafit të Vision Plus dhe sigurisht mikesën time Rezi, e cila është një kuruese shumë e kujdesshme në emisionin tuaj. Ne të falenderojmë edhe një herë. Ju përqafoj fort. Të falenderojmë zonja Nikolla. Faleminderit shumë. Në fakt nuk arritëm dot që të kishim linjë telefonike dhe zonjën Zamira Kita, po urojmë që të kemi kënaqur sot, të kemi çmallur me miqtë tu, apo jo? Pa diskutim.
Pa diskutim. Ndjesit e kësa interviste, cilat ishin? Mi thuaj shumë shkurt, sepse kanë kaluar edhe titra tani në ekran. Shumë të këndësh me hiq faktin që mu desh të flisja për veten, gjë që e kam pak të vështirë ta bëj në përgjithësi, e kam shumë të thjesht flas për të tjerët sa për veten. Për sa i përket tjerave, ishte surpriza shumë të këndshme. Faleminderit shumë që ishim me mua. Ju faleminderit juve. Edhe suksese në vazhdim. Ishte kënaqësi e veçantë. Faleminderit, suksese edhe juve dhe gjithë stafit. Faleminderit edhe një herë. Miqdashur, faleminderit që na keni ndjekur. Së bashku takohemi nesër në transmetimin tonë të drejtë për drejtë. Kalofshi një ditë sa më të bukur. Mirupafshim.